Isha ftuar para ca kohësh tek turi televizioni dhe I thash atit që Aurela Hoxha ka bëjtur më të bukur në Shqipëri, po kam përshtypjen që mund të ketë bërë. Dhe ajo s'më foli, po unë rapova shumë forte dhe I gjeta të Tesuela, kështu që më buzëqeshi, kam përshtypjen që kam me humor të mirë se ti. Çfarë bën ti? Më gjetë? Jo, di çfarë, kisha vetëm një pyetje. Jo se nuk kam folur se mos marinat publiku. Thjesht isha pak e mërzitur për faktin se edhe isha kurioze përveç se e mërzitur. Tani që ka bërë gjithë showbiz dhe gjithë Tirana vitet. A jemi I bindur shumë se kam bërë, se ja kam ndryshë nga tjerë? Kam përshtypjen që I ke tu atë. Provojmë ta prek. Po mund ta prekësh. Do ta vetëm shumë mirë. Bravo Dilli. Po I pasi tua me vërtet se që ka goxha, nëse varet, s'është mirë. Okej, që thoni? Mjetë ka. E di? Po, vjen përçesh janë ta video që bën një adresë shumë e famshme në Instagram. Që mendoj që mi kam ila për realisht një farinatë ndonjëherë për ngritje humori. Shkoj dhe shikoj videot atyre dhe janë këto tipet që janë shumë të bëra. Nuk kemi as të bërë një ndërto, mendohet jemi është make-up. Është make-up, ndërsa unë ato që I kam të bëra së masjerë që është make-up. Ama ato që si kam të bëra do kam ngul deri në fund, do nxjerrin prap. Ma dhe fare, si përfundim brinjet I kequr apo jo? Ja. Mirë. Okej. E të përqesha me lotë, shikja që ka atë videon tënde që jenë Maldive që bie nga palma. Po. Por unë fillim fare kur e pash tash se të kishin gjenë një ka stile, thash, po ku I kanë kapur që kjo, po ti kishin vetë ato më duket. U vrave? U vrava në kur rast, se nuk e kam hetur deri në fund, ishin ta plane që nuk mund t'i ndaja me publikun, dhe në fund kur rast ishte Dorina që thoshte U vrave, qa ke dhe unë nuk thea do të përgjigje nga qeshur, atë nuk e di nësë më shumë, kisha vrarë qapën e bë nga qeshur, si kam rënë ashtu, sa vuajtje e madhe. Nëse ti ke parë video dhe të pëlqeun qik vete, pa ne në zora atje, come on. Jo, për zotin, nuk është, jo, e kisha, atë video unë e kisha publikuar deri para se të bija, se normalisht për bukur e bëra një fal lulën kokë, kishte sakrificë shumë e madhe, por nuk kisha guxuar asnjëherë deri në fund, ama gjithë miqët e të cilëve e kisha çuar me mesazhe ishin kështu, ua, po kjo është më e bukur e plot këtë dhe njëmora guxime dhe ota. Realisht janë shumë gjëra që një personazh është publik edhe një org që ka dëshirë t'i bëj, por gjithmonë është kjo frika se si do të merret nga publiku dhe kjo që ne stepemi. Ama në fund fare njerëz normal jemi dhe kemi dëshirë ndonjëherë të bëjmë gallat, megjithatë shumë pak e kam drënë, kam hequr se unë jam në ciklet. Në ciklet kam qesh me lot diçka. Për gjithë edhe njerëz më shihni model Aurelën, unë kam përshtypjen. Kush Suela? Po Suela s'ke bërë të bukur mjaftueshme. Ale Suela të shohin vetë pak se njerëzit njohin sallonin, po ty të shohin kështu nëpër televizor, s'e del shumë shpesh. Nuk del, nuk pranon të dalë, na bën të bukur. Suela që ka të bukur. Sa bukur që është. Të këndshme shumë Suela. Mirë. Edhe nuk është e bërë. Zemra unë kam një Tullën pak flokët si fillim, dhe mendoj që unë dhe ti do të shkojmë të migjurë me makinën tënde, se më kam thënë që ke një audi shumë të zeshme. Shumë nice, shumë bukur të intervistat e tua, makinë pëlqenjë shumë. Da bëjmë të bashkë, si fa? E bëjmë? Se kam bres njerë në vlog të gjënë. Me qama të kjo, qama zjanë. E hapë me Leila, ha? Leila. Bukur shumë. Jemi veshur bardhëzi. Jo fare, për zotin. Afrohet fakt, kollari jam dhe pak duket si Leila. Juve çfarë raporti keni me Leila, Aurela Hoxha? Me? Me Leila çfarë raporti keni? Me ngjyrën? Apo me... Me Leila të Elvanës. Me Leila të Elvanës. Mirë. Me 500 qetë. Mirë. Filmi. Pam. Doli filmi ju komplet nudo atje, se kuptoj dot. Mama kur pyeta te dikurumi atëre që tash Aurela tash për sa do zhvishje. Te ti po ç'është kjo foto nudo ti s'bëjmë foto nudo, okay, për $1 milion do i bëje ti dhe po normal do i bëja për $1 milion. Tash si bit dhan $1 milion ata apo? E para ka qenë një përgjigje sinqert për të ironizuar gjithë ato që nuk zhvishe për $1 milion. E dyta, se nuk ishte kjo tamam sensi përgjigje, ndërsa në film në fakt unë isha në dush, nuk është ka qenë një nudo artistike, nëse mund ta quajmë kështu, nuk duke asgjë përveç se flokët e lagura dhe pjesë të trupit cilat duken edhe në përditshmërinë që do të thotë këmbë, duart, nuk është ashtu ndonjë gjë, kështu që se di sa do ta quajmë nudo. Ai ishte jo bëshisha atje, fantastike, te dushi atje ti do të thënë që duket edhe kështu atë. Po lash. Okej. Fantastike. Okej, e lëm filmin, pastaj si ke puna e imazhit të pejes të birrës? Birrës për kalendarin për fundvit, ato më zgjallen për të bërë imazh i birrës.
edhe pse nuk kam shumë raport mirë me pijet alkolike, aq më tepër me birën, megjithatë ishte kënaqësi ai lloj bashkëpunimi edhe mendoj që u pëlqye. Ishte bukur, shumë më pëlqen ato fotot, ishin u zhvesh edhe atje. Po. Po nuk ishin top class, son po shkoj portalet, këto portalet janë shpen njerëzit. Zhvishet nudo Aurelia Hoxha. Aurelia Hoxha topless, po ku janë fotot tash? Do të thash, ndoshta kjo është foto kështu për lajm, edhe do jetë brenda lajm, domethënë kjo foto janë nudo Aurelës. Ja, mos ka. Abuzojnë që metet, e ke mërë që abuzojnë portalet? Abuzojnë shumë edhe mendoj që nuk është një gjë e mirë për ata, sepse realisht nëse një ditë do të kenë diçka të vërtet, që shumë vështirë ta kenë, janë prapa besueshëm. Janë është mirë për ne personazhet sepse kaq shumë të vërteta thuhen për ne sa që një ditë edhe nëse qellojnë diçka prap, ne jemi safe. Kështu që normal. Por abuzojnë sinqerisht edhe her pas here tani e marrim me sportivitet, po realisht fillimet e mia mërzitesha, shpesh që janë. Në një moment që mërzit realisht shumë në një gjë që kanë shkruajtur njerëzit. Banon në episod që e thonë, okej, të merr, të fundem më. Fillimet e mia po, shpesh herë, me thënë drejtën, nuk mund të them një sepse ka ndodhur shpesh herë edhe mërzitesha shumë sepse unë e kam thënë dhe herë të tjera, familjarët e mi nuk jetojnë në Shqipëri, dhe ato janë më të ndjeshëm ndaj këtyre lajmeve dhe ndaj portaleve sesa ndoshta unë ose njerëzit e mi në Shqipëri që e dinë se si funksionon, por për ata është pak e vështirë t'i kuptojnë, sidomos tituj të tillë, aq më tepër që unë kam realisht nuk është se kam abuzuar me jetën time, edhe që ti pres që realisht ato të abuzojnë siç e bëjnë, siç e kanë zakon. Ka personazhe të cilët jetojnë për ta bërë atë gjë. Normal. Edhe shumë mirë e bëjnë për sa kohë ndjek kënaqësi, unë jam pro çdo gjë që t'jep kënaqësi, unë nuk e kam bërë dhe realisht nuk jam fare pro tituj dhe çfarë bëjnë. Gjithsesi është puna e tyre nëse fitojnë, unë uroj të fitojnë sepse gjithë ato gjëra që bëjnë, gjithë abuzime, gjithë njerëz që mërziten dhe deri diku dhe rrezikojnë se jetojnë në Shqipëri. Ka njerëz edhe që mund ta marrin shumë keq, kanë familjarë të cilët nuk pyesin, mund ndodhin dhe shumë gjëra sepse jetojmë në Shqipëri dhe do të flasim për realitetin shqiptar. Megjithatë unë uroj që të paktën të kenë fitim prurse. Zema, unë kam vënë re, domethënë gjithë kohë, u bë shumë vite tashmë që ti je pjesë e mediave, të shkruara, të parë nëpër televizion e kudo. Ke për spektakle pafund, ke prezantuar gjëra shumë duhur, ke bërë aktore të fundit të këtij filmi që mua më pëlqeu jashtëmate shumë. Muzikë ke eksperimentuar ndonjëherë, po çfarë do ishte? Domethënë ti realisht, edhe pse njerëzit her pas here mediat janë çik poshtë dhe duan të çesin ato artikujt me fytyrën tënde, gjithsesi ja ke dalë që ti je në top. Domethënë tani po bën edhe se i përmend thash filmi këto gjërat, po edhe Robanjo mora vesh kanë u bën 4 vjet që unë po e bëj edhe kam filluar si eksperiment fakt, me të drejtën se nuk është unë jam stiliste, nuk kam mbaruar një shkollë, mendova të sjell një linjë me emrin tim. Tani jam në atë pikën që po pëlqejm, po kërkohem shumë edhe për këtë jam shumë e lumtur, edhe tani mund të them që po futem në treg, kam dhe disa plane edhe për jashtë kufive shqiptar për rrobat e banjos, kam folur dhe mbase këtë vit do jenë jo vetëm në Shqipëri. Uroj dhe të pëlqen, atje pëlqen për modelin dhe jo për emrin. Se në Shqipëri le ta themi që kam pëlqyer shumë edhe për të pasur diçka Aurela, sesa ndoshta për atë çfarë unë kam propozuar, se fillimisht kanë qenë disa modele që donin pak guxim për t'i veshur, rroba banjo trup, vite 60. Realisht po, edhe gjithmonë më shpyetur çfarë femre kishe në mendje. Isha kështu, me të drejtë, se nisesha nga fiziku im. Normal. Edhe po. Zema, po me Astin çka ndodh? Asoja sigurisht po del më në treg, më duket. Jo, nuk po del më në treg. Ndodhi që momentin kur mediat online bën atë bumin që e dim gjithë edhe me revistat kishte një problem me shitjen, unë mendova që Astin ta kthej online. Edhe ka qenë një mendim që nuk them që ka ikur totalisht, unë akoma e mendoj, por nuk është se kam diçka konkrete. Ka shumë mundësi që Asti të rikthehet online, por jo më i shtypur sepse realisht është problem me shitjet, njerëzit çdo gjë tashmë e kanë në telefon, në kompjuter, nuk është se blejnë më. Edhe realisht marketingu Astit nuk është se po funksiononte më aq mirë. Nice. Tash do të bëj një pyetje, jam shumë kurioz aty. Se ti ke u bërë me 100 milion biznese. Vetëm lek pafund lek, do të thotë nëse më jep ti mua dot, ndoshta shifër jo dhe aq, po një ide. Sa lek e për Aurelia Hoxha, që nga fillimi këtij viti deri tani, që se ka kaluar shumë muaj. Ke për lek? Si ndjem tani vetë ndjem kështu si shumë e pasur. Nëse mund ta them. Shikoj, jetojmë në Shqipëri. Edhe këto punët tona, edhe këto tituj që janë kaq të mëdha fiksi si në showbizin e huaj, le të themi që pagesa në Shqipëri nuk janë kaq të larta. Unë është njësoj siç punoj, edhe jetoj në të kuptimin që unë luftoj shumë. Edhe përpiqem ta bëj jo të bëj lek, po të bëj jetën, kështu që nuk kam më shifra se
Se ashtu dhe i harxojmë. Okej, më tregon si Veçelladi, kur regjizori i filmit, Dashuria në Bjeshkët e Nëmuna ishte? Dashuria Bjeshkëve të Nëmuna. Ty të propozoj që të bëje atë skenën nudo. Si reagove? Atëherë, kur më zhdën gjithë skenari i filmit, ishte shumë interesant, sepse realisht kur unë u mora për të bërë këtë film, mendova që okej, kanë marrë Aurelën e bukur, Aurelën seksi, Aurelën e titujt vetë ndaj portaleve të gazetave, dhe jo Aurelën për të aktruar. Por realisht kur lexova pjesën time, e pash që kishte një rol shumë të mirë, kishte një rol shumë kyç dhe pastaj u ndjeva shumë mirë, dhe realisht nuk përmendej ajo pjesa. Dhe pikërisht nga roli që ka me të vërtetë një rol kyç le të themi kryesor në film, unë mund ta pranoj edhe këtë sepse nuk është vetëm Aurela që laç vishat ose Aurela e bukur që futet në bukur aty po. Ka një histori, cilën do ta shohim kur të jetë gati. Çfarë thot ty emri Alban? Alban. Po që është emër i bukur, nuk e mohojmë dot, dhe është emër shqiptar. Ashtu dhe? Shqiptar. Këtë më thot shumë që është emër shqiptar. Është shqiptar. Bukur, shumë mirë. Tashi, do t'i dini që kur vëre ripin këtu të vinti, nga s'ke brinje dhe... Po që s'ke nasi, do t'i nami që ka ish brinje nërë se kuptoj. Se ti. është name shumë të mdhaja për mua edhe realisht, okej, tani e marrë shumë qeshur, e di pse marrë shumë qeshur tani, sepse në fillim kur flitet kaq shumë për mua, në Shqipëri nuk është se ishte nuk flitej kaq shumë, tani shikoj që janë bërë të gjitha, po janë bërë. Jo thuhet që janë bërë, po janë bërë realisht. Edhe unë jam pro në gjithë atyre që jam bërë, sepse realisht jam një nga ato personazhe dhe e them me sinqeritetin më të madh, dhe pak në ato personazhe që më njohin, ato njerëz që më njohin e dinë që unë flas vetëm me sinqeritet ose nuk flas fare. Por kur them gjitha me sinqeritet, unë them me sinqeritetin më të madh, që nëse diçka nuk do të pëlqente tek vetja, jam nga ato personazhe të cilat unë do ta kisha bërë. Sepse nuk mendoj që ka një femër as Shqipërias në botë e cila nuk do dojë të duket bukur. Pavarësisht karrierës, çfarë bën, është shtëpiake, është në televizion apo çfarë bër. Le të themi të vërtetën, tjetër gjë janë mundësitë ekonomike dhe gjërat e tjera. Por e kam shumë të vështirë të pranoj një gjë që s'e kam bërë. Ndoshta kjo ka qenë këmbgulja ime për gjëra që si kam bërë. Gjëra që i kam bërë dhe nuk ka asnjë gjë, por unë nuk kam lidhje me vitet e bëra, me brinjet dhe këto gjëra nuk kam lidhje. Dhe njerëzit që duan ta dinë edhe e dinë se realisht unë kam dalë 17-18 vjeç në ekran. Edhe gjëja që mua m'identifikonte kanë qenë pikërisht format edhe kjo gjë. Tani tjetër gjë le të mendojnë çfarë dojnë, por ishte edhe shaka hyrja e emisionit kur thash që tani që i ka bërë gjithë showbizit çfarë mendon për mua. Se realisht janë pak si njësojmë duke. Njësojmë për unë, po shifja gjitha një foto një ditë. Ose nuk duhet t'i ngacmoj se bëj shumë mirë. Realisht bëj shumë mirë. Bëjnë për njësojë domethënë se... Po ndoshta është edhe vetëm një mënyrë, edhe nuk po bëj naivën, po se kam idenë se si ndodh, sepse unë nuk kam qenë as fan se këtyre lloj formave, ndoshta sepse jam rritur me këtë formë, por mua ka qenë tjetër gjë në ëndrat e mia, ndërsa do kisha zgjedhur një fizik tjetër nga ky që kam, do kisha qenë shumë i hollë edhe më me pak vite realisht. Ajo që kam pëlqen mua, Belen, që se keni parasysh, ajo për mua është femra ideale. Isha foto me Belenin tim duhet për çik. Jo. Apo është Irina Shaika nga Trova? Irina Adriana. Po Belenin çaj ishte, kishte shkruajt çaj ishte doli në to bë madhe kot më vet. Ishte një unë hedh një video në Instagram. Në Instagram dhe pas meje hedh një video Belen. Edhe ishte një kështu shaka që bën Dorina, çon mesazh edhe thot po ti Belen, nuk e di një budallik të tillë, edhe pastaj unë kam marrë vesh nga telefonatat e mediave. Gazetari ishte kështu, okay, ça. Po fare. Jo unë kuptova që ishte një shaka e Dorinës. Po kur u mbush pastaj duke shkruajt njerëzit domethënë pafund tash zoti. Për çdo gjë shkruhet. Unë mjafton të bëj nuk e di se çfarë në Instagram, edhe është menjëherë po të shikosh. Në momentin që unë hedh diçka edhe të futesh menjëherë të kërkosh me emrin tim, kam mësuar Endriti, shoku im një opsion 24 orë, dhe unë vetëm atë kërkoj. Aurela Hoxha dhe kërkoj 24 orë të fundit. Nuk ka një minutë që nga me hedh diçka dhe nuk është bërë një lajm në mënyrën e tyre. E di. Ne zonë të ndjem çik muzikë, po ashtu pas të vazhdojmë sa pyetje të gjashta. Por vetëm mbaj. Por vetëm ndjej. Por nuk janë. E ja fundin me me. Por vetëm mbaj. Por vetëm ndjej. Mos mbaj. Jo nuk do t'jetë si ne.
afrohesh jo. Kjo natë, për vete më mbaj, Për vete më ndjej, tua në fjalë, e ja frymë me me. për vete më mbaj. Aurela më tregoj diçka tani, jam shumë kurioz aty. Për vetëm unë për edhe njerëzit që na shohin. Po, njerëzit e ti Po një gjithë. njerëzit e me. Ka gjë që s'di ti. Po jo, realisht, domethënë ti bëhesh pjesë pasere e eventeve që janë, nuk janë evente koti, janë evente shumë prestigjioze. Po. Edhe je ftuar gjithmonë për të vende dhe ecën në tapet kuq madje. Edhe pritesh shumë mirë gjithmonë. Pjesë kampanje foto shumë të bukur, bënin ca si paparazzi, po bënin ca foto, ka qenë Fashion Week, më thënë. Fashion Week e sigurt. Shumë e bukur ja. Tani flas pak për Anfarin që u bën shtator, me sa mbaj mend, që unë e di është event pamirësie. Po. Po lexoj që pak shpar në internet, thuaj që Anfari kanë drejtë diku te 10 milion dollar para, domethënë, që shkojnë për pamirësi. Është pikë më shkjo. Ti sa lekë dhe atje, në listë për pamirësi? Unë s'kam dhënë asnjë lek. Nuk kam dhënë asnjë lek. Ai është një event në fakt i cili është për pamirësi dhe realisht personazhet e njohura, personazhet e mëdha le të themi, jo shqiptar, po le të flasim për te. Për jo botror, ato janë të ftuar përveç atyre donatorëve që janë gjithmonë. Unë kam pasur fatin e mirë që përveç Fashion Week dhe këtu të cilat unë kam ftesë nga stiliste sepse janë bërë pjesë e tyre me kohë dhe tashmë dihen nga publiku. Pjesa e Anfarit kam pasur fatin e mirë që të kem një mik i cili punon me këta dhe ai është Ludo Li. Po, ai është miku im edhe ai realisht më ka ndihmuar që të jem okej, bërë nga gabim. Nice. Ka ndihmuar që të jem pjesë e Anfarit, kam pasur ftesën prej tij Anfarin e parë që unë kam marrë pjesë. Më pas, kur je pjesë e saj dhe ti ke emrin, pastaj ti çdo event Anfarit ke, nëse ti je personazh i njohur, ti më pas ke ftesa, edhe Po si trajton atë? Kur shkon atje hoteli është i paguar, si është jam kurioz? Jo, nuk është i paguar as hoteli, as edhe një gjë. Ti je pjesë e saj. Po, sigurisht që harxoj para edhe për Fashion Week, por nuk harxoj para për bileta, si thuhet, sepse realisht nëse do doja është e pamundur që një shqiptar të përballoj bileta të tilla ose të bëjë një donacion në Anfar. Të çajm kur shoh çamatin makinë. Wow. Mos kemi gjë të keq makinë. Ka një. Po për zaketën tonë, sa buçash, çfarë ke zaketën? Shumë bukur. Ti që ke veshur sot? Duhet ta themi? Po jo. Okej, fare ta çanta. Po. Si Andorata. Ti marr? Shumë të ka Aurela Hoxha që mban në makinë. Kur pash në foton fillim, thash ndoshta nuk e di më mirë Brune, po tani që takova live, kam shumë se të mësoj syri, po të shkojnë shumë, janë shumë bukur. Duke ndryshe. Janë nice. Po do provoj, domethënë është hera parë që po provoj ti mbaj kaq gjatë, do provoj gjatë verës edhe të shohim, por gjithë ato gocat tani është shumë mod, gjitha po bëhen bjonte, paktën përdorin këto produkte që nuk dëmtojnë flokun se është e rëndësishme. Kjo është babanja për sipër. Po. Ti ke familje tjetër. Ha, ti veshin? Shimmy yeah, drink, swalla la la, drink, swalla la la, swalla la la, swalla la la. Freaky, yeah. My freaky, shimmy yeah. Bad girls gon' Aurela Hoxha, Aurela Hoxha. Po, çike gjatë, po mbahet më. Normal që mbahet më. Po më tregova gjoksin shumë të lezetshëm në fakt. E shikon, po është menduar. Kjo të do të sa uçet. Ku do ikem? Se ti ku e kanë rreguar në udhtim në gjë? E kupton sa e rëndësishme është për njerëzit që të shajnë edhe të ndjehen mirë me këtë. I bëjmë mirë njerëz, në një farë mënyrë japim motiv për jetën. Normale, jemi mesazh njerëzve që ka folur keq për ty ndoshta në kalimet e tua. Domethënë në të kaluarën, tani s'fare ka të shumë keq, tash i ke bër brand. S'ka më gojë njëri me fol keq, më përpara edhe thosh në gjë të keqe, jepi një mesazh këtyre njerëzve. Edhe ikim pim në gjë se na thotë ti tua. Kemi nevojë, jemi pak si me grip. Atëherë për gjithë njerëzit që nuk e duan Aurelën dhe për gjithë njerëzit që e duan Aurelën, e rëndësishme është që ato njerëz mbi gjithat mendojnë për veten e tyre që të ndjehen mirë, edhe asnjëherë nuk ndihesh mirë nëse ti bën dikë tjetër të ndihet keq. Kjo është e provuar në të gjitha kohët, për sa kohë ju flisni edhe më bëni mua të ndjehem keq, do ju kthehet, kështu që përpiqeni të bëni mirë vetes duke parë tek çdo njeri anën pozitive. Nuk ekziston njeriu perfekt, nuk mendoj që ekziston, megjithatë nëse ne duam të shohim te dikush anën pozitive, e gjej mund paktën e bëj këtë. Dhe tek njerëzit që flasin keq për mua, sinqerisht më përpiqem edhe tek ato të gjej ta justifikoj në mendjen time dhe mos kem kurrë një ndjenja negative, këtë bëj më shumë për Aurelën se sa
për të tjerat. Bëni të njëjtën gjë se do ndjeni mirë njerëz. Karma, bitches, don't talk bad. Faleminderit shumë Aurelia. Faleminderit edhe ty. Faleminderit njerëzit që na ndoqët sot. Do shihemi prapë me personazhe po kaq të bukur dhe interesant sa është Aurelia Hoxha. Unë si tashëm përpara do jetë pak qef tani sepse kështu ka ardhur, kështu ka rënë fati. Ciao.